Njeriu si krijesë sociale që përzihet me të tjerët, komunikon me të tjerët, jo gjithmonë ky komunikim të ndëruar vëllezër dhe motra shkon ashtu sikur neve na pëlqen. Ndodh që jo rrallëherë të provokohemi. Madje ky provokim mund të jetë edhe deri në atë mos saqë të shpërthen një mllef të brendshëm që ne si njerëz e kemi, dhe si pasojë shpërthimit të këtij mlefi, jo rrallëherë të themi atë që nuk duhet të themi, të sillemi ashtu sikur nuk duhet të sillemi. Andaj duke pas parasysh këtë që mund të ndodhë njeriu, Islami ka parapa një varg masash që duhet të ndërmarrim për ta përmbledhur zemrimin dhe për ta përmbajtur veten tonë. Fillimisht Allahu i mënduar kur përmend robët e tij të mirë të përzgjedhur, ata që kanë ndikuar besimin tek ata që adhurimet i kryejnë me përkushtim dhe me ndikim dhe përjetim. Në kuadër të cilësive që Zoti xhallahu ala i përmend këta njerëz, Allahu thot: "Wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Ata që përmbajnë mllefin dhe vetën e tyre, nuk shpërthejnë. Pastaj u falin njerëzve. Allahu i don bamirësit. Andaj vërejnë këtë vëllezër mota. Të jesh bamirës, të jesh njeri i mirë, të jesh besimtar, nuk është thjesht një pretendim, por është një përmbajtje, është një sabër, është një varg vlerash që duhet të mbjellësh në veten tënde, që në fund ta marrësh gjykimin hyjnor se ti je njeri i mirë dhe je zemër mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë e pa një jetë të zemëruar dhe e pa se shpërtheu në mllaf. A dini çfarë tha? Tha, ky njeri në qoftë se e thot një lutje, do të largohet nga ajo që e ka kapluar. Çfarë është ajo lutje? Tha, i preferoj që thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Të kërkon mbrojtje tek Allahu nga djalli i mallkuar. Çfarë nuk kupton kjo? Se zemrimi është ndezje e djallit, ndërsa përmbajtja është freski hyjnore. Prandaj fresko me mësimet e Allahut të mënduar, nëse fikë zjarrin që tenton ta mban të ndezur vazhdimisht shejtani i mallkuar, zjarri i cili djeg raport me të tjerët, rënon urat e komunikimit të tjerët, nga se zemrimi dhe shpërthimi i tij nuk sill tjetër pas shkëputje, pas zemrim, pas pasoja të paparamendueshme, që njeriu nganjëherë i bie pishman, dihet keq, por jo rrallëherë ndodh që të jetë vonë kjo keqardhje. Prandaj mos të pendohemi për veprimet tona, mos të bëjmë nganjëherë edhe gabime të pariparueshme. Përmbaj veten tënde. Ndërmerri masat profetike për ta përmbajtur zemrimin. Kërko mbrojtje tek Allahu i mënduar nga shejtani i mallkuar. Largo nga vendi i zemrimit. Ulu, përmend Allahun e mënduar. Dije se Allahu e don përmbajtjen e nuk e don shpërthimin dhe shfryrjen e mllefit. Të gjitha këto të bëjnë thjesht i përmbajtur dhe me lejen e Allahut të mënduar do të bësh nga ata që tha Zoti, unë i dua ata që bëjnë mirë.